Në qytetin e Korçës çdo ditë qindra fëmijë stërviten duke ndjekur ëndrrën për t'u bërë futbollist të mëdhenj. Pjesë e Akademisë së Futbollit Skënderbeu është edhe ekipi U11. Fëmijët shprehen të lumtur që ndjekin pasionin e tyre dhe ëndërrojnë të bëhen emra të njohur në futbollin botëror. Unë jam 10 vjet, më pëlqen futbolli se kam dajën ish futbollist, i Skënderbeut ish kapiten. Kam dëshirë të bëhem futbollist. Më pëlqen shumë futbolli, kam ëndër të bëhem. Futbollisti im i preferuar është Cristiano Ronaldo dhe dua të ikë në Real Madrid o në Inter. Unë jam 10 vjeç, më pëlqen futbolli sepse është pasioni im që e dua shumë dhe unë dua të bëhem si Cristiano Ronaldo. Unë jam 10 vjeç edhe kam 3 vite gjysmë që los futboll. Pse ke ardhur këtu? Unë kam pasion edhe mua më pëlqen shumë futbolli. Unë kam futbollistin të preferuar Cristiano Ronaldo dhe kur të rritem dua të bëhem si ai. Futbollisti im i preferuar më pëlqen Lionel Messi, dua të bëhem si ai. Kam qejf të vete ose në Argjentinë ose në Bajeri. Si ndjesh këtu gjatë orëve të stërvitjes? Unë ndjem këtu shumë i lumtur, vi për t'u argëtuar, për t'u servitur. Unë jam 11 vjeç dhe më pëlqen futbolli sepse këtu mund të kënaqesh shumë. Unë kam pothuajse 1 vit në stërvitje dhe këtu më pëlqen shumë sepse edhe kënaqesh edhe bën gola. Kam gati 5 vit që vi në futboll, kam 4 vite portir dhe më pëlqen të bëhem si Gianluigi Donnarumma. Stërvitja e tyre zhvillohet në drejtimin e trajnerit Andi Beta, i cili me përkushtim dhe profesionalizëm u mëson hapat e parë në këtë sport, duke i udhëhequr drejt botës së futbollit. Interesi është i madh, që sa vjen dhe rritet, fëmijë që kanë dëshirë, fëmijë që luajnë. Se rëndësishme është që fëmijët merren në sport? Është shumë e rëndësishme, si në pjesa e tyre për rritjen si fëmijë, edhe në pjesa e shëndetit që është kryesori. Sa e rëndësishme është akademia për nxjerr talente? Akademia është shumë e rëndësishme, ka treguar edhe më përpara që kanë nxjerr talente, lojtarë me emra të mëdha që lozin në tregjet e Europës. Përtej pasionit për lojën, këta fëmijë janë shembull pozitiv për bashkëmoshatarët, pasi përmes sportit mësojnë disiplinën dhe një stil jetese të shëndetshëm.